Përshëndetje, shpresoj të jeni mirë. Sot do të bëjmë parashikimin për javën në vazhdim, pra nga data 2 deri në datën 8 mars. Është një javë vërtet me ndikime shumë të fuqishme, duke qenë se kemi disa kalime planetare dhe mbi të gjitha kemi edhe një eklips të hënës, ndikimin e të cilit mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it. Para se të kaloj tek parashikimi i javës në vazhdim, dua të flas një herë si fillim për shërbimet e mia. Atëherë, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, janë ditën e hënë dhe ditën e premte. Ditën e hënë flas në lidhje me ciklin e hënës, siç e kishim dhe këtë javë, pra ndodhe 23 shkurt, dhe ditëve të premte, ku bëj parashikimin javor. Ditëve të hëna të alternuar bëj edhe me pyetje përgjigje, duke qenë se këtë javë kishim në lidhje me ciklin e hënës, javën që vjen, pra në datën 2 mars do të kemi me pyetje përgjigje. Te këtyre kam dhe paraqitjet e mia në televizione. Për te këtyre që janë shërbime për publikun, pra janë për ju dhe si janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia të cilat janë personale, si do kërkoj një punë ekstra nga ana ime, prandaj edhe janë shërbime me pagesë. Këto janë konsulta të cilat përfshin analizën e hartës, gjejmë orën tonë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë, dhe në vartësi të saj të gjejmë ascendentin, mund të bëjmë analizë në lidhjes tuaj, çfarë do lloj lidhje që të jetë kjo, mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Ju lutem më shkruani sepse nëse merrni telefon, ju bëj blok automatikisht. Gjithsesi, siç e them dhe gjithmonë, sjellja është e juaja. Atëherë, po fillojmë njëherë tek ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Ditën e hënë, që është në datën 2, do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e Rallës, që është ajo e Peshqve. Përpara se të kaloj aty, do të jetë i vendosur tek grada e fundit të shenjës ujorit, dhe mbi të gjitha do të ketë edhe një kënd negativ me Uranin. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me impulsivitetin, kemi rritjen e agresivitetit në ambient dhe kemi vënë re duke qenë se kemi përhapjen edhe më të madhe të luftës së kësaj periudhe. Dita e diel në të vërtetë që është data 1 mars, do ta ndjetë edhe më tepër, duke qenë se i njëjti mars pra, do të jetë vendosur fiks te grada e fundit të shenjës ujorit, dhe do të ketë edhe këndin negativ me Uranin. Kjo do të preket shumë edhe teknologjia në saj të kësaj, dhe madje mund të kemi edhe sulme në lidhje me internetin, si rrjedhoj mund të kemi probleme me rrjetet, këto si rrjetet e komunikimit, po ashtu edhe me rrjetet sociale. Për këtë arsye do të këshilloj të gjithëve që të jemi shumë të vëmendshëm dhe mundësisht të mos hapim telefona apo mesazhe, të cilat vijnë nga burime të panjohura. Ndërkohë që dita e hënë, duke qenë se Marsi do të kalojë tek shenja e Peshqve në orën 15:16, pra mbas ditës tashmë do të jemi në një frym disi më të zbutur. E them disi sepse Marsi tek shenja e Peshqve vërtet që nuk ndihet mirë, madje energjia është vërtet shumë e shpërndar, gjë që e bën këtë si planet që të krijojë vërtet shumë kriza. Të gjitha këto kriza ndodhen në shoqëri dhe ndodhen edhe në subkonsciencën tonë, prandaj mund të kemi vështirësi që të përmbahemi. Kjo është e vlefshme për të gjithë. Por pjesa më e rëndësishme është dyshimi që ndjejmë kufij njëri tjetrit dhe institucioneve, gjë që do të prekë në mënyrë të dukshme të gjithë ambientin ku jetojmë. Marsi kur vendoset tek shenja e Peshqve, mund të kemi edhe përhapjen edhe të sëmundjeve, duke qenë se prek në mënyrë të dukshme imunitetin. Kjo është edhe arsye që në këto momente do t'ju këshilloj të gjithëve që të jemi shumë herë më të kujdesshëm me çfarë konsumojmë dhe se si e trajtojmë trupin tonë. Mbi të gjitha, duke qenë se kemi edhe një eklips të hënës, i cili do të jetë në datën 3, pra ditën e martë. Kjo do të prek shumë edhe shëndetin, prandaj edhe në vartësi të kësaj do të jemi shumë të kujdesshëm. Pikat që prekte më shumë ky eklips i hënës, ose prapjen e infeksioneve të cilat vijnë në vartësi të bakterive. Kjo është edhe një nga arsyet që në këto momente do të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm në lidhje me higjienën tonë personale. Një ndikim tjetër i cili është shumë i rëndësishëm që të javës në vazhdim do të jetë kalimi edhe i Venusit tek shenja e Dashit. Venusi tek shenja e Peshqve ndihet vërtet shumë mirë, është një energji e cila është shumë pozitive dhe zbukuron vërtet shumë ambientin, ndërkohë që Venusi tek shenja e Dashit është komplet e kundërta, jemi shumë impulsiv dhe e konsumojmë gjithçka vërtet në mënyrë shumë të përshpejtuar, sepse kemi një nevojë për eksperiencë vërtet shumë të madhe. Kjo është arsye që konsumi i shpejt, pra si i marrëdhënieve po ashtu dhe të ardhurave materiale, do të jetë në pikun e tij. Kjo do të fillojë që të ndihet detyrimisht ditën e premte, kur edhe Venusi të kalojë tek shenja e Dashit. Venusi do të kalojë herët ditën e premte tek shenja e Dashit dhe do të jetë në orën 11:46.
Dhe pak më tepër që në fillim të këtij udhëtimi, pra tek kjo shenjë, do të jetë edhe në takim edhe me Saturnin dhe me Neptunin. Takimi me Neptunin ndoshta perceptohet si pozitiv, duke qenë se janë të vendosur tek shenja e Dashit, mund të shtoj shumë më tepër manipulime, duke qenë se Neptuni krijon një farë mregullimi dhe nevoja shumë e madhe për konsum, pra që na sjell edhe Venusi tek shenja e Dashit, mund ta shtojë edhe më tepër këtë si indikim. Prandaj edhe mund të mashtrojmë veten tonë dhe mund të jemi shumë më të hapur edhe në mashtrimet dhe manipulimet që vijnë nga jashtë. Si rrjedhoj, gjatë gjithë javës në vazhdim do të këshilloj që të jemi shumë herë më të vëmendshëm, sidomos duke filluar nga dita e martë e tutje, duke qenë se drejtuesi i shenjës së Dashit, që është edhe Marsi, do të ketë kaluar tashmë tek shenja e Peshqve dhe këtu energjia, siç e thash, shpërndahet në mënyrë të dukshme. Madje në momente krize mund të vëmë re që veten tonë e manipulojmë vërtet shumë dhe mund të bëjmë shumë më tepër pre edhe agresionit që ndodhet rreth rrotullnesh dhe si rrjedhoj të veprojmë në mënyra shumë impulsive. Kemi një problem vërtet shumë të rëndësishëm tek mosbesimi gjatë gjithë javës në vazhdim. Aftësinë për ta tejkaluar këtë detyrimisht e kemi, sepse kjo gjithmonë është e mundur, por duhet jemi të gjithë shumë të vetëdijshëm dhe duhet të mësojmë që të zgjidhim kolektivin në vend të egoizmit ton ose të egos tonë, më të themi. Gjithsesi, pika ku mund të bëhet pak problematike janë marrëdhëniet familjare, sepse do të na duhet që të zgjedhim një ego të shëndetshme ose veprime të shëndetshme kundrejt ndërgjegjes ose shtypjes së ndërgjegjes apo provokimeve që mund të vinë nga familja në këtë pikpamje. Pra, familjarët tanë, sidomos prindrit të moshuarit, mund të punojnë tek ndërgjegja jonë në mënyrë që të marrin atë çfarë të dëshirojnë. Si rrjedhoj do të këshilloj që të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm për çdo zgjedhje që bëjmë, sidomos për sa i përket familjeve bërtham ose partneriteteve tona, sepse këto do të jenë vërtet shumë të prekshme gjatë gjithë javës në vazhdim. Ditat më problematike do të jenë dita e premte dhe pjesa e parë e ditës së shtunë, por dita e premte do të jetë në ndikime vërtet shumë të vështira. Një, sepse pjesën e parë të ditës Venusi do të jetë i vendosur tek gradë e fundit të shenjës së Peshqve, ndërkohë që pastaj do të kalojë tek shenja e Dashit, siç e thash është një ndikim i cili është këtë vit të paktën duket pak problematik, ndërkohë që do të kemi edhe hënën në zbrazëti. Hëna në zbrazëti do të jetë që nga ora 12:22 e darkës dhe do të vazhdoj gjatë gjithë ditës deri të nesërmen në datën 7, pra ditën e shtunë, në orën 5:02 të mëngjesit. Pra do të kemi një ditë të tërë, më tepër se 24 orë, që do të jemi me hënën në zbrazëti. Gjatë gjithë periudhave që hëna është në zbrazëti, përqendrimi jonë është shumë i ulët, si rrjedhoj këshillohet gjithmonë që të qëndrojmë brenda asaj që ne njohim dhe të mos marrim risje të panevojshme. Pak më tepër që atë ditë edhe do të jemi menjëherë pas një eklipsi hëne dhe si rrjedhoj të gjitha gjërat problematikat me këtë mund të smatohen edhe më tepër. Ndërkohë që dita më pozitive e javës në vazhdim do të jetë pikërisht dita e diel, do e mbyllim me sukses me mirë të themi, dhe pak më tepër është edhe data 8 mars. Gjatë asaj dite do të kemi kënde pozitive midis hënës, e cila do të jetë vendosur tek shenja e Akrepit, me Jupiterin të vendosur tek shenja e Gafores dhe diellit, i cili do të jetë në takim edhe me Merkurin tek shenja e Peshqve, pra do të kemi një trekëndësh uji. Trekëndëshi i ujit krijon një farë shërimi tek të gjithë ne, sidomos për sa përket emocioneve dhe anës tonë sentimentale. Prandaj edhe do të bëhet vërtet një finalizim i bukur që i gjithë asaj jave të lodhshme pra. Që atë ditë të këshilloj me ngujmë që ta përdorim. Mund ta përdorim edhe për të shëruar plagët që mund t'i kemi shkaktuar njëri tjetrit. Dhe madje kemi edhe pak a shumë një superfuqi, sepse mund të perceptojmë shumë mirë se çfarë po ndodh vërtet në ambient. Duke qenë se gjatë gjithë javës e përmenda nga Venusi dhe takimi i tij me Neptunin, mund të kemi një farë mregullimi dhe nuk kemi ta perceptojmë shumë mirë se çfarë po ndodh të vërtetë. Gjatë fundjavës, duke filluar që nga pjesa e dytë madje e ditës së shtunë, pra datës 7 mars, të fillojmë që ta kemi këtë si aftësi dhe fal kësaj do të mund edhe të marrim masa, si për të ndihmuar njëri tjetrin, po ashtu edhe për të perceptuar se cilat janë hapat që duhet të hedhim në të ardhmen. Në këtë moment jemi gjatë një retrograde të Merkurit, prandaj aftësia jonë për të perceptuar gjërat ose më të them për të vëzhguar rritet edhe më tepër, sepse gjithçka është pak më ngadalësuar. Si rrjedhoj do të këshilloj që atë ditë, pra fundjavën më të themi, ta përdorim në maksimum edhe në këtë aspekt.
Këto që ndikimet e përgjithshme që do të kemi gjatë javës në vazhdim, ndërkohë që tani do të kaloj tek ndikimi që do të kemi tek shenjat. Shenja e dashit ka ndikime të fuqishme dhe të themi të vërtetën disi problematike gjatë javës në vazhdim. Deri ditën e premte, duke qenë se edhe Venusi do të jetë i vendosur tek shenja e peshqve, edhe Marsi do të kalojë që në fillim të javës, pra në ditën e hënë datën 2 do të kalojë tek shenja e peshqve. Kjo për shenjën e dashit do të thonë një energji vërtet shumë e ulët. Madje mund të jemi disi të paduruar dhe të kemi një farë frike, mund të kemi një farë ankthi, më mirë të themi. Dhe kjo mund të na shtyjë edhe që të marrim vendime të gabuara, të jemi të paduruar, të reagojmë në mënyra të cilat nuk janë shumë të shëndetshme. Pikërisht janë dhe arsyet që shenjës së dashit do të këshillojë të vëzhgojmë mirë situatën dhe të zgjedhim dhe të bëjmë gjëra të cilat jemi 100% të sigurt. Në qoftë se nuk jemi të sigurt se si duhet të veprojmë, këshilla ime do të ishte që të marrim mendimin e familjarëve tanë, sepse janë këta pikërisht persona të cilat mund të na drejtojnë në rrugën të cilët duhet të ecim. Kjo nuk do të thonë që duhet bëjmë patjetër se çfarë na thonë ata. Ai çfarë po mundojmë të them është që do të krijojë një fotografi shumë më të plotë dhe mund të na bëjnë pasqyra pra edhe të gabimeve tona, si rrjedhoj të jemi edhe më të aftë që të perceptojmë se cila janë gjërat që ne në këtë momente duhet të ndryshojmë ose të rregullojmë. Duke qenë se kemi një eklips hëne i cili do të jetë i vendosur tek shtëpia e shëndetit, për ju do të thënë që shëndeti fizik që gjithë javës në vazhdim është vërtet shumë i prekur. Pak më tepër që kalimi i Marsit për drejtuesit tuaj tek shenja e peshqve prek në mënyrë të dukshme edhe energjinë tuaj të përgjithshme e ul në mënyrë të dukshme atë mënyrë të themi. Kjo do të thotë që duhet jeni vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin si atë fizik, po ashtu dhe atë mendor. Në qoftë se reagoni në mënyrë impulsive, do t'i hapni shumë probleme vetes tuaj dhe mund të shkaktoni edhe dëme të rëndësishme në çdo ambient ku ju futeni. Si rrjedhoj mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në lidhje me të ardhurat materiale apo begatin dhe mirëqenien në përgjithësi. Duke qenë se preket edhe shëndeti fizik dhe kemi edhe përhapjen e sëmundjeve ose më të infeksioneve në këto momente, do të këshilloj që edhe higjienën ta mbarë parasysh dhe të jemi vërtet shumë më të kujdesshëm edhe me ato çfarë konsumojmë. Këto janë tematika të cilat shenja e dashit i ka problematike. Ndërkohë që duke qenë se energjia është e ulët, në të vërtetë kjo mund të përdoret në qoftë se ne dëshirojmë ose jemi të vetëdijshëm edhe në avantazhin tonë. Mjafton që ne të ngadalësohemi pak, atëherë kemi aftësinë që të perceptojmë vërtet botën ashtu siç është në të vërtetë. Kjo sepse kemi një intuit vërtet shumë të lartë në këto momente, e cila na ndihmon që të kuptojmë, të shikojmë më të them, përtej vellës së mashtrimit që mund të jetë në këto momente. Pak më tepër që edhe me kalimin e Venusit, që do të jetë ditën e premte, tek shenja juaj, tashmë do të jemi një energji disi më të zjarrt dhe disi më optimiste. Do kemi edhe mundësinë që ne të duam edhe pjesët tona të cilat deri në këto momente mund mos i kemi pasur shumë gjanë ose mos i kemi dashur që t'i pranojmë që janë aty, por fal kësaj do të mund të pranojmë veten tonë siç është pra dhe të kemi edhe mundësinë që të ndërtojmë një jetë e cila është më e shëndetshme dhe më e përshtatshme për ne. Ky është një muaj i cili mund të bëhet problematik, por në të njëjtën kohë mund të përdoret edhe për të krijuar një jetë vërtet shumë pozitive për ju. Prandaj dhe kjo është një nga javët më të rëndësishme. Kuptojmë, perceptojmë realitetin ashtu siç është dhe kemi edhe mundësi që të veprojmë në bazë të tij. Mjafton që të duam dhe të jemi të vetëdijshëm për çdo zgjidhje që bëjmë, sepse çdo gjë që zgjedhim në këto momente dhe çdo gjë që po krijojmë ose mënyrë si veprojmë në këto momente do të ndikojë për një periudhë vërtet shumë të gjatë. Prandaj dhe duhet të hedhim çdo hap me vetëdije të plotë. Shenja e demit gjatë javës në vazhdim. Atëherë, drejtuesi juaj do të kalojë tek shenja e dashit. Ky është një ndikim vërtet shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm. Ndërkohë që do të kemi dhe një eklips hëne të vendosur tek shenja e Virgjeshës, që është një tjetër shenjë toke dhe tek ju domethënë fillime të reja. Por në këto momente kemi edhe Mërkurin në retrograd, që do thotë fillimet të reja në këto momente janë të ndaluara. Prandaj dhe ky eklips në përgjithësi ndikimi që do të ketë është mbarimi i periudhës ku mund të keni pasur pengesa pikërisht në lidhje me këto tematika për të filluar diçka të re, si për projekte të cilat kërkojnë një stabilitet ekonomik, po ashtu dhe lidhjeve sentimentale.
ose perceptime se cilën ka qenë tematikat që ne kemi penguar veten tonë për të arritur pikërisht këtë. Por deri ditën e premte, tim realist, kemi punë. Kemi punë sepse Venusi do të jetë i vendosur tek shenja e peshqve dhe gradët e fundit të shenjës së peshqve për Venusin domethënë një ndikim shumë i madh pozitiv. Madje është një periudhë vërtet ideale që ne të kuptojmë se cilat janë gjërat që duhet të mbajmë në jetën tonë dhe cilat janë gjërat për të cilat nuk kemi shumë të sigurt. Gjërat që i dim që duhem t'i kemi në jetën tonë, është një moment vërtet ideal për t'i zmadhuar sepse vinë edhe më tepër mundësi në jetën tonë. Pak më tepër që njëti Venus do të jetë edhe në kënd pozitiv me Uranin që në këtë moment është i vendosur tek shenja juaj. Prandaj dhe shoqëria na ndihmon vërtet shumë. Edhe krizat e identitetit që kemi pasur deri në këtë moment, faktikisht kanë qenë mësime që ne të perceptonim se cilat janë gjërat që na bëjnë të lumtur ose cilat janë pikat ku ne mund të sabotojmë veten tonë dhe që të pengojmë pikërisht rritjen dhe realizimin e ëndrave tona. Prandaj dhe deri ditën e premte do të këshilloja që çdo gjë që po na del përpara, edhe ta rishikojmë, por edhe ta analizojmë vërtet shumë mirë. Dhe të mund të përdorim të gjitha këto mundësi që po na dalin përpara, siç e thash. Ndërkohë që gjatë periudhës të Venusit të vendosur tek shenja e Dashit, është një periudhë që ju nuk është se perceptoni shumë mirë. Madje është një periudhë që konsumojmë gjithçka shumë shpejt, gjë që është e kundërt me energjinë tuaj të përgjithshme, sepse ju kërkoni më tepër stabilitet. Por mund të përdorin në avantazhin ton, në qoftë se e përdorin për të testuar gjërat të cilat nuk jemi shumë të sigurt. Pra, duke qenë se testojmë gjërat më shpejt dhe perceptojmë më shpejt se është apo s'është e përshtatshme për ne, mund ta përdorim në këtë aspekt. Kjo është edhe arsyeja që deri ditën e premte do të këshilloj që të ndajmë gjërat në dy kategori, gjërat që jemi të sigurt, që duam të zhvillojmë dhe të mbajmë në jetën tonë, ndërkohë që gjërat që duam të testojmë të mbajmë në kategorinë tjetër. Gjatë periudhës që Merkuri do të jetë që Venusi do të jetë tek shenja e Dashit, i përdorim për të testuar pikërisht këto tematika. Pak më tepër që gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi dhe një aftësi vërtet shumë të madhe në lidhje me komunikimin. Dhe për çdo gjë që nuk jemi të sigurt, sidomos në lidhje me ndjenjat që kanë partnerët tanë, ose ndjehemi të pasigurt, edhe sepse nuk kemi arritur atë stabilitetin tonë ekonomik dhe ndjehemi një farë nevoje për të kryer diçka ekstra, por nuk e dim se ku dhe kush na pengon, ose ku ne kemi çaluar pak a shumë. Duke qenë se komunikimi është vërtet shumë efektiv, mund të komunikojmë pikërisht me personat që janë përkatës, pra nëse është në lidhje me karrierën tonë, mund të flasim me prorët tanë, në lidhje me nëse kemi probleme brenda shtëpisë, për shembull, mund të flasim me familjarët tanë ose me partnerët tanë, dhe kjo do të na ndihmojë që të gjejmë edhe rrugësitë, sepse do të arrijmë që të kuptojmë shumë mirë se ku qëndron problemi. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të kuptuar drejt se çfarë na thuhet në këto momente. Prandaj do të këshilloja me ngurëm që këtë javë ta përdorim. Është gjithë java që mund ta përdorim në këtë aspekt. Dhe pas kësaj të mund edhe të përdorim të gjitha informacionet që marrim për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë. Por përsëris kemi disa ndikime të cilat mund të krijojnë një farë mregullimi, por kemi edhe aftësinë që të shikojmë për te aty. Prandaj edhe kjo javë mund të përdorim pikërisht në lidhje me këto tematika. Në lidhje me shëndetin, është i prekur, është i prekur për të gjithë ne, sepse kemi shpërndarje në infeksioneve gjatë javës në vazhdim, si rrjedhë e eklipsit të ënës. Dhe për ju, duke qenë se kemi më të ndjeshëm pjesën e fytit, mund të kemi ndikime edhe këtu. Prandaj do të këshilloja që në lidhje me higjienën jemi shumë më të kujdesshëm. Shenja e binjakëve. Ndikimet janë të fuqishme gjatë javës në vazhdim për të gjithë ne, por sidomos për ju, duke qenë se jeni në shenjë ndryshueshme dhe kemi një eklips hënë pikërisht tek shenja e Virgjeshës, që është një tjetër shenjë ndryshueshme. Ndikimet janë vërtet edhe më të fuqishme. Pak më tepër që ky eklips hënë do të jetë edhe përballë me Merkurin tuaj, pra edhe Merkuri do të jetë shumë me Merkurin me drejtuesin tuaj, pra që është Merkuri. Dhe kjo do të thotë që jeni vërtet shumë të ndikuar, sidomos në lidhje me marrëdhënie familjare, po ashtu edhe në lidhje me karrierën. Kjo do t'ju bëjë që të ndjeni disi të pasigurt se cilat janë hapur që mund të jini. Por nga ana tjetër kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe nga Jupiteri, domethënë vlera që ju keni që ndjeni për veten tuaj, po ashtu edhe vlera që ndjeni që pranoni nga bota, pra në kundrejtësh. Kjo është edhe një nga arsyet që për ju në të vërtetë kemi edhe mundësi shumë të mëdha manovrimi në të vërtetë. Kjo është edhe arsyeja që për ju kemi mundësi vërtet shumë të mëdha manovrimi.
Një ndër ndikimet më të rëndësishme do t'jetë kalimi edhe i Marsit tek shenja e peshqve. Kalimi i Marsit tek shenja e peshqve nuk mund të them që shumë pozitiv, duke qenë se ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek karriera dhe pak më tepër që edhe Merkuri është në retrograd në këto momente. Prandaj dhe logjika le shumë për të kërkuar. Kjo që të arsye që mund të veproni ose të reagoni në mënyrë shumë impulsive kundrejt personave të autoritetit gjatë gjithë javës në vazhdim, duke qenë se Marsi do të kalojë që ditën e hënë tek shenja e peshqve. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që të fokusohemi thjesht tek gjërat që po funksionojnë në këto momente dhe të mos harxojmë kohë me pasiguri. Pasiguri do të arrijmë që të perceptojmë shumë më thjesht duke filluar nga dita e premte tutje, se do të kemi disa mbështetje si të Venusit që do të kalojë tek shenja e Dashit dhe do të na përshpejtojë në mënyrë të dukshme, do të japë një aktivizim dhe një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria pas kësaj. Gjithsesi, do të këshilloja që të vazhdojmë që të fokusohemi tek gjërat që jemi të sigurt dhe që kemi një farë eksperiencë në jetë. Në lidhje me shëndetin kemi të prekur të gjitha shenjat, por pak më tepër që gjatë këtij eklipsi do të kemi një vendosje e cila mund të jetë pak problematike, që është edhe Hygeia, është një asteroid i cili prek drejt për së drejti shëndetin ton fizik dhe do të jetë në një kënd negativ me Venusin. Për këtë arsye, problemet që kanë të bëjnë me sëmundjet që përhapen nga infeksionet e ndryshme ose nga bakteritë, tek ju mund të jenë edhe më të ndjeshme, duke qenë se ju keni të kur rrugët e frymarrjes dhe laringon, është një nga problemet më të rëndësishme që mund të kemi gjatë gjithë javës në vazhdim. Gjithsesi, është një javë që mund të përdoret në avantazhin tonë dhe avantazhi është që të bëjmë vetëm gjërat që jemi të sigurt dhe të lëmë më njanë gjërat të cilat nuk jemi të sigurt, sepse në këto momente ato duhet thjesht t'i bashkojmë në mënyrë që të mund të veprojmë pas datës 22 mars. Përsëris deri në datën 22 mars të marrin vendime shumë të rëndësishme në lidhje me zhvendosjet ose në lidhje me ndryshimet me karrierën, është diçka që nuk këshillohet, por nëse shikoni që është një hap i cili duhet hedhur patjetër, do t'ju këshilloj që të merrni mendimin e personave të cilët kanë eksperiencë jete pikërisht në atë fushë. Shenja e Gafores, duke qenë se kemi një eklips hënë, detyrimisht është një nga shenjat më të ndikuara të javës në vazhdim. Kemi spastrimin e tematikave që na kanë penguar, sepse çdo gjë që manipuloni veten tonë pak a shumë, do të dalë në skenë nga ky eklips i hënës dhe kemi edhe mundësi që të zgjidhim problemet ose të gjejmë një rrugë të re më efikase. Kemi disa vendosje tek shenja e peshqve dhe kjo jep një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, duke qenë se ka një kënd pozitiv edhe me Gaforen vet, por mbi të gjitha ka një kënd pozitiv si dielli poshtë dhe Merkuri që janë të vendosur tek shenja e peshqve me Jupiterin që është vendosur në këto momente tek shenja jon. Prandaj dhe për shenjën e Gaforës kjo është një javë me fat, në të vërtetë, pavarësisht se kemi një eklips hënë. Eklipsi hënës do të mbarojë në përgjithësi, pra siç e thash, më tepër manipulimet që i kemi për vetes tonë, por do të rrisë në mënyrë të dukshme dhe efikasitetin që kemi në lidhje me komunikimin. Ne bëjmë persona të cilët shprehemi ashtu siç duhet, dhe këtë do fillojmë të ndijmë shumë më tepër nga dita e Merkur e tutje, pra menjëherë pas eklipsit të hënës. Ndërkohë që vendosja e Venusit tek gradet e fundit të shenjës së peshqve mund të rikthejë në jetën tonë mundësi në lidhje me trajnimet ose mund të na bëjë që të rishikojmë edhe njëri ideologjitë tona. Kjo në aspektin që ka të bëjë lidhje me karrierën. Pra nëse kemi zgjedhur apo s'kemi zgjedhur karrierën e dur, ose nëse se ideologjisë që ne kemi pasur të shkurtër ne ka penguar për të arritur potencialin tonë. Duke qenë se kjo është nga momentet e fundit pak a shumë që mund të bëjmë zgjedhje, do të shkëlqejmë zgjedhjet që janë të sakta ose të shëndetshme për ne. Kjo do të jetë deri ditën e premte, ndërkohë që nga dita e premte e tutje, tashmë do të kemi një fokusim shumë më të madh tek rritja jonë në karrierë, tek arritja e potencialit tonë. Do të kemi një ndihmë vërtet shumë të madhe këtu, por pikërisht për këtë arsye, sepse do të shkëlqej kaq shumë, mund të jemi edhe pak më të hapur ndaj manipulimit. Prandaj çdo propozim që vjen në lidhje me karrierën në këto momente, minus që ishte pak a shumë tek shenja e binjakëve, do të këshilloj që thjesht ta vëzhgojmë dhe vendimet t'i marrim pas retrogradës së Merkurit, sepse atëherë do të jemi shumë më të aftë, do ta kemi studiuar shumë më mirë ambientin pra. Pak më tepër do të kemi një horizont edhe më të gjerë dhe do të marrim edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga sistemi. Në datën 11 retrograda e Jupiterit mbaron, prandaj edhe në këto momente kemi rregullimin e energjisë, kemi servirjen përsëri të gjitha situatave të cilat mund na kenë shkar nga duart. Është e vlefshme edhe në lidhje me rikthimin e individëve nga shkuara si partner
Po ashtu edhe individ të cilat mund na kenë bërë propozime në lidhje me të ardhmen më të lartë, partner biznesi. Prandaj, mund të vëzhgojmë edhe këto situata përpërsis që të vendosim që të bëjmë diçka, këshillohet pas aftësinë e dy, por në këto momente kemi një aftësi shumë të madhe për zgjedhje. Në lidhje me shëndetin e kam thënë tek video që bëra për eklipsin që kemi më të prekur në këto momente nga infeksione, prandaj dhe sëmundjet që kanë të bëjnë me rrugët seksuale na ndikojnë ose janë më të prekur në këto momente të shenjave gafores. Dhe plus kësaj mund të kemi edhe probleme në lidhje me stomakun, në qoftë se nuk kemi të kujdesshëm me çfarë konsumojmë. Shenja e luanit. Për shenjën e luanit jemi në një fazë ku jemi në rritje. Kalimi i Venusit tek shenja e Dashit për ju do të thënë një ndikim pozitiv në të vërtetë. Kemi një rritje në optimizëm falë kësaj, kemi një fokusim shumë më të madh tek argëtimi, duke qenë se do të fillojmë që të kemi gradualisht tashmë disa vendosje tek shenjat e zjarrit, ku jemi një zjarr vërtet karshi jetës. Pak më tepër që rrit edhe energjinë. Kjo është diçka vërtet shumë pozitive sepse në këto momente edhe drejtuesi juaj që është dielli është vendosur tek shenja e peshqve, pra që është një shenjë uji dhe si edhe energjia është disi e ulët, mund të kemi një farë plagështie, jemi më të ngadalësuar, prandaj dhe edhe nëse duam të bëjmë diçka nuk jemi shumë të sigurt, pra një farë pasigurie pra. Ndërkohë që kalimi i Venusit tek shenja e Dashit, por jo domethënë tashmë krijimi një sigurie, domethënë vetbesimi më të lartë. Dhe kemi edhe mundësi si redoj që të ecim me hapa më të sigurt. Zhvillim më të madh gjatë çdo jave, por jo do të jetë në karrierë, dhe mund të vi edhe nëpërmjet ndihmës që merrni si nga kolegët tuaj, po ashtu edhe duke qenë se do të keni një vetbesim pak më të lartë, mund të merrni disa riskje të kontrolluara, më duhet të them, ose më them të llogaritura shumë mirë. Dhe falë këtyre mund të keni dhe një rritje vërtet shumë të madhe. Duke qenë se kjo hënë do të filloj me hënën, duke qenë se kjo javë do të filloj me hënën tek shenja e Luanit, pra tek shenja juaj. Kjo mund të thotë edhe një vetbesim shumë më i lartë dhe madje edhe një perceptim shumë më i saktë i botës, si redoj kemi edhe mundësinë që të avancojmë. Një ndër ndikimet e tjera që është vërtet shumë i madh dhe shumë pozitiv, është mbarimi i periudhës ku mund të kemi pasur probleme në lidhje me partnerin ton, ku kemi qenë të pasigurt, madje mund ta kemi parë pak a shumë si armik, më duhet të them, ose anasjelltas, pra kemi parë një farë armiqësie prej tyre. Tashmë kjo mbaron, është dita e fundit, madje më duhet ta them që është dita e diel nesër, pra që është data 1 mars dhe data 2 mars në fillim të kësaj dite, pra do të jetë disi më e zbutur. Pas kësaj do të jemi shumë herë më të vetëdijshëm ose më të themi më realist në përqasjen që kemi kundrejt partnerëve tanë, mos bëhet fjalë për partnerët afatgjat, sepse Marsi, i cili na ndikon në këtë pikë, do të ketë kaluar tek shenja e peshqve tashmë. Dhe ne nuk do t'i shikojmë partnerin ton si armik, pra të shikojmë vërtet si partner dhe do t'jetë dhe anasjelltas, si do të gjejmë edhe rrugëzidhje për të gjitha problemet që mund të kemi shkaktuar në të dy palët deri në ato momente. Pak më tepër që java që vjen, fundjava që vjen më të themi, është edhe më pozitive, duke qenë se do të kemi kënde pozitive tek shenjat e ujit, domethënë edhe shërim në anën sentimentale. Jemi shumë më tepër intuitiv dhe kjo intuit na shtyn drejt shërimit të lidhjeve tona. Prandaj dhe edhe nëse gjatë javës do vazhdojmë që të kemi disa gritësi të vogla, do të këshilloj të përdorim atë empatinë që kemi mësuar deri në këto momente. Shenja e Virgjëreshës, e cila është edhe shenja më ndikuar javës në vazhdim, duke qenë se kemi një eklips hënë pikërisht tek shenja juaj. Kjo për ju është një javë shumë e rëndësishme sepse është despastrimi i shumë tematikave problematike që keni pasur në ditën tuaj, por detyrimisht nuk është se mbarojnë të gjitha brenda ditës. Kemi sfida kundrejt identitetit tuaj gjatë javës. Pak më tepër që edhe kalimi i Marsit tek shenja e peshqve, por jo domethënë ndikimin pothuajse të drejtë për drejtë tek marrëdhëniet me partnerët tuaj, se mos lidhet afatgjatë do të ndikojnë. Është një ndikim që nuk mund të them se është shumë pozitiv, duke qenë se Marsi e prish shumë energjinë e shenjës së peshqve. Si redoj edhe marrëdhëniet me partnerët tuaj mund të ndjehen disi më të sfiduara, mund të futen në një luftë të panevojshme, e cila është një luftë egosh të panevojshme, më të themi. Dhe falë kësaj mund të kemi edhe përçarje, gjithmonë nëse nuk kemi të vetëdijshëm. Krizat e identitetit që do të ndjejnë gjatë gjithë javës,
do të kulmohen, më duhet të them, ditën e premte kur Venusi të kaloj tek shenja e Dashit. Deri ditën e premte, të gjitha këto kriza mund t'i perceptojmë shumë më të mëdha dhe në qoftë se nuk jemi të vetëdijshëm, mund të arrijmë në përfundime të cilat janë të panevojshme. Prandaj dhe të mos i zmadhojmë problemet që kemi ose të mos i zmadhojmë situatat është shumë e rëndësishme për ju. Po qëndroj shumë herë më tepër tek marrëdhënia sentimentale sepse gjithë javës në vazhdim kjo është sfida më e madhe. Të gjitha problemet që deri në këtë moment mund të keni anashkaluar, mund të mos keni dashur që të merreni me to, do të jeni të detyruar se do t'ju serviren prapë përsëri. Dhe kemi dhe një dizavantazh, më duhet të them, sepse Mërkuri është në retrograd dhe pak më tepër që është pikërisht tek shenja e Peshëve. Këtu energjia është përndarë në mënyrë të dukshme, pavarësisht se keni aftësinë që të kuptoni se nga vjen problemi, duke qenë se periudha e reagimit është vërtet shumë e ngadalësuar, edhe pse doni që të reagoni në mënyrë të shëndetshme, mund të mos e keni këtë mundësi, madje në disa momente mund të ndjeni shumë të sfiduar edhe nga ambienti që rrethon dhe si rridoj të merrni vendime që janë vërtet të pashëndetshme. Si duhet të veprojmë në gjatë kësaj jave është të mos kemi këto ndikime, pra negative që sapo përmendëm. Një herë në radhë të parë do të jemi pak më të ngadalësuar, të marrim gjërat me tepër qetësi, mundësisht të jemi pak më tepër në qendrën tonë. Si rrjedhoj që të mund ta bëjmë këtë, do të jemi në kontroll pothuajse të plotë të çdo situate. Në mënyrë që të jemi në kontroll të plot të çdo situate, në një botë që nuk dihet sepse kemi shumë pasiguri dhe ka shumë të panjohura pra. Më e rëndësishme është që ne të jemi në kontroll të plot të vetes tonë dhe të trupit tonë, pra të logjikës tonë, si rrjedhoj që të jemi më aktiv, pra të bëjmë tepër sport, detyrimisht të këshillueshme dhe mundësisht të jemi pak më të ngadalësuar që edhe nëse na të problem përpara, të kemi mundësi që të reagojmë në kohën e duhur. A kemi avantazhe gjatë kësaj jave? Kemi realisht kemi. Avantazhi më i madh do të vijë në fundjavë, në datën 8, duke qenë se do të kemi një tregëndësh uji dhe ky do të thonë shërim nëpërmjet komunikimit në këtë rast për ju. Prandaj dhe në qoftë se edhe gjatë kësaj jave i shikojmë gjërat, i vërtojmë mirë dhe i lejojmë vetes tonë kohë që ti përtypim ato, në fundjavë do të kemi mundësi që ti komunikojmë këto në mënyrë të shëndetshme me çdo lloj personi që kemi përpara, si me partnerët tanë, po ashtu me familjarët tanë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë. Ku, në qoftë se gjatë javës keni nevojë për mbështetje, do të këshilloj të drejtoheni patjetër, sepse shoqëria do të jetë pikërisht oazi që ju do t'ju nevojitet gjatë kësaj shkretëtiere që është java në vazhdim. Kemi një ndikim i cili mund të bëhet problematik nëse lihet e pakontrolluar dhe kjo janë pikërisht marrëdhëniet familjare të cilat deri në këto momente nuk kemi dashur që t'i zgjidhim. Këtu bëhet fjalë sidomos në lidhje me situatat që kanë të bëjnë me shpërndarjen e pronave ose të ardhur materiale të përbashkëta. Në qoftë se lihen të pakontrolluara, vërtet që mund të kemi përçarje prej këtyre, por në qoftë se mundohemi që të zgjidhim këtë si problem për të mirën e të gjithëve, atëherë kemi më tepër aftësi që të kalojmë këto me sukses. Është një javë që duket e komplikuar, por në qoftë se qëndroni të qetë dhe brojtoni mirë situatën përpara se të reagoni, do ta vini re që çdo gjë është e zgjidhshme, madje që mund të bëhet edhe një moralitet shumë i lartë dhe do t'ju ndihmojë edhe pastaj në çdo aspekt të jetës. Shenja e peshorës. Shenja peshorës ka ndikime shumë të fuqishme gjatë gjithë javës në vazhdim. Kalimi i Venusit ditën e premte tek shenja e Dashit është një ndikim shumë i fuqishëm për sa i përket çështjeve të partneriteteve, së mos tyra fatgjata, ku bëhet fjalë për partneritetet sentimentale më tepër. Dhe kjo do të thotë që shenja e peshorës gjatë gjithë javës do të përgatitet në lidhje me këtë tematikë. Një ndikim shumë i madh pozitiv që do ta kemi deri ditën e premte do të jetë daljen sipërfaqe mundësive që na ofrohen për punën, për karrierën tonë nëpërmjet kolegëve tanë, sepse do të kemi dhe rikthime në disa mundësive fal tyre. Kemi një zbukurim të dukshëm të jetës tonë të përditshme, dhe kjo është sa pozitive aq edhe negative. Pozitive sepse jeta jonë do të zbukurohet, por negative është sepse gjitha këto bukuri që po na dalin përpara pak a shumë mund na bëjnë që të habitemi dhe të humbasim kohë. Ndërkohë që duhet të fokusohemi vërtet te gjërat, tek efikasiteti më tepër se sa te bukuria në këto momente.
Gjithsesi, për shembull peshore jemi në një rritje në këto momente, pak më tepër që Jupiteri vërtet ju ndihmon që të arrini potencialin tuaj, që të jeni të suksesshëm, sepse është i vendosur pikërisht tek shtëpia e karrierës dhe potencialit tonë të plot. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente që të rritemi, sepse kemi një perceptim shumë më të përshtatshëm për botën, dhe siç e thash, marrim një ndihmë shumë të madhe edhe nga kolegët tanë ose nga persona të cilët kalojnë kohën, më të themi, jetën tonë të përditshme. Dhe dhe ne shkëlqejmë shumë më tepër, kjo është edhe pjesa më e rëndësishme. Për këtë arsye, përshëndetje peshore si javë në vazhdim është javë në përgjithësi pozitive. Pra mund të kemi disa momente mbi kohë, por kjo është e thjesht për të tejkaluar. Pak më tepër që për sëmundjet që kanë qenë problematike gjatë kësaj periudhe, sidomos sëmundjet që prekin sistemin urinar, infeksione, më mirë të themi, që mund të dalin më tepër në skenë nga ky eklipsi i hënës u në ditën e martë datën 3. Gjatë fundjavës do të kemi një sqarim prej tyre, sepse do të kemi disa kënde pozitive që mbështesin këtë. Pak më tepër personat të cilët janë në farë mënyre në skenë ose janë në rol udhëheqës në punën e tyre, nga ana tjetër nëse kanë një farë prestigji në ambientin ose në fushat të ndryshme ku ata punojnë dhe jetojnë, gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi një prioritet vërtet shumë të madh. Do të shkëlqejmë shumë më tepër sepse do të bëjmë pak a shumë lider për një periudhë shumë të shkurtër. Ose më thënë vetëm për javën në vazhdim. Dhe fal kësaj kemi një rritje e cila mund të na ndihmojë më vonë që të krijojmë një farë stabiliteti ekonomik. Rritja në karrierë është pak a shumë e pandalueshme në këto momente, por në mënyrë që të arrijmë ta bëjmë këtë, na duhet që të takojmë personat e duhur, të marrim mbështetjen e duhur. Dhe kjo është java që do të bëjmë pikërisht këtë, që do të gjejmë pikërisht në mbështetje pra. Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e peshorës është një nga shenjat më të favorizuara në këto momente, mjafton që të mos bëjmë zgjedhje të nxituara. Për fat të mirë, këto impulsivitete do t'i vëmë re deri ditën e hënë. Nga dita e hënë e tutje do të jetë komplet e kundërta, jemi shumë më të balancuar, jemi shumë më efikas si në përzgjedhjen e personave që doan të marrin jetën tonë, po ashtu edhe të situatave të cilat i ngranohemi. Si rrjedhoj, është edhe jeta jonë është më e thjeshtë pas kësaj. Gjithsesi, në lidhje me shëndetin fizik, do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Kjo është e vlefshme një lloj si për të gjitha shenjat. Pra nuk është se kemi diçka specifike, thjesht po ripërsëris duke qenë se kemi edhe mundësi për të shëruar problemin që kemi që vijnë nga shkuara. Është një javë shumë e rëndësishme në këtë aspekt. Dhe shenja e akrepit. Për këtë shenjë, kjo javë vjen vërtet duke u kulmuar tek fundjava, madje ditën e diel, në datën 8, duke qenë se gjatë asaj dite hëna do të jetë vendosur pikërisht tek shenja juaj dhe do të ketë edhe kënde pozitive me Jupiterin dhe me diellin. Kjo do të thënë një fat vërtet shumë e madh sepse do të thotë edhe një shërim si në anën tonë fizike, po ashtu edhe në anën tonë sentimentale. Madje është një javë të cilën mund të marrim vazhdimisht edhe lajme, të cilat shërojnë pak a shumë ato brengat që ne kemi transmetuar që nga e shkuara. Kjo është më tepër e vlefshme në lidhje me jetën tonë sentimentale, që do të thotë mund të kemi edhe informacion ose lajme që mund të marrin në lidhje me ish partnerët tanë, madje në disa raste mund të kemi edhe riktimin e tyre në jetë. Kjo nuk do të thotë që duhet patjetër të kemi lidhje me ta, domethënë që të kemi mbylljen e këtyre brengave për që kemi mbartur për një periudhë shumë të gjatë, si do kemi pak a shumë pajtohemi përsëri me jetën dhe me një aspekt tonin, i cilin në disa raste mund të kemi hequr dorë ose mund të kemi anashkaluar. Dhe para kësaj kemi edhe mundësinë që të rregullojmë marrëdhëniet aktuale, të shërojmë ato kushte nevojshme dhe të kemi edhe mundësi që të krijojmë lidhje shumë të shëndetshme në të ardhmen. Shenja e akrepit në këtë moment është në një rritje konstante, më duhet të them. Kemi pasur shumë vështirësi në të shkuarën sepse na duhet që të ndryshonte gjithçka. Kemi në këto momente edhe Plutonin të vendosur tek shenja e ujorit. Edhe pse kjo krijon një farë graviteti tek jeta jonë familjare ose për krijimin e një familje, një ambienti, pra një banese më të shëndetshme dhe më të përshtatshme për ne. Krijon edhe një lodhje detyrimisht sepse gjithçka e shikojmë pak më tepër dyshim nëse funksionon apo jo, jemi të detyruar që ta testojmë disa herë pra.
Kjo është edhe një nga arsyet që shenja e akrepit në këto momente ka fituar një farë mosbesimi kundrejt jetës. Kjo është java që kjo tematik pak a shumë do të shërohet, sepse do të kemi rifitimin e besimit tek vetja jonë. Çfarë do lloj gjësh na del përpara, kemi aftësinë për ta zgjidhur. Dhe kuptojmë që edhe kemi mbështetje vërtet shumë të madhe si nga familja, shoqëria, më thonë familja, pra njerëz që kalojnë më tepër kohën. Do të janë pikërisht personat që gjatë kësaj jave do të na hapisin në mënyrë pozitive. Për më tepër që në këto momente për shenjën e akrepit kemi edhe mundësi për shërimin, shërim fizik për fjalë këtu, sidomos për sëmundje që kanë qenë kronike të zgjatura që mund na kenë lodhur dhe që mund të kenë kryer farë brenge edhe në lidhje me këtë aspekt, kjo një farë lodhje. Kalimi i Venusit tek shenja e dashit që do të jetë ditën e premte, do të thotë një aktivizim vërtet shumë i madh i jetës tonë të përditshme, një nevojë vërtet shumë e madhe për të kryer farë bukurie në jetën tonë. Duam që të kryejmë gjithçka, jemi pak më të përshpejtuar për këtë arsye, fokusohemi më tepër tek ana jonë fizike. Kjo është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, siç e thash, dalim nga një periudhë që mund të mos kemi pasur shumë besim tek vetja dhe fokusimi më i madh tashmë tek ana jonë, tek paraqitja jonë, të vërtet na jep një moral më të lartë dhe na ndihmon edhe që të realizojmë pikërisht atë çfarë na nevojitet për të arritur qëllimin dhe ëndrat tona. Pak më tepër që gradualisht fillojmë që të kemi edhe një ndihmë shumë të madhe edhe nga kolegët, dhe kemi edhe një rritje për këtë arsye edhe në karrierë. Prandaj dhe do t'i këshilloja që gjatë kësaj jave thjesht të fokusohemi, të ecim pak a shumë me rrjedhën e kohës dhe të gjitha mundësitë që na vijnë përpara për të tejkaluar të shkuarën, e cila mund të ketë qenë e lodhshme, do t'i këshilloj që të përdorim në maksimum. Shenja e shigjetarit është shenjë e ndikuar në mënyrë pozitive, më duhet të them, në përgjithësi, pavarësisht se kemi këndë të vështira ose më thënë vendosje të vështira për shenjat e tjera, për shenjën e shigjetarit gjithsesi jave kemi ndikime të cilat na shtyn drejt drejt mundësive të reja shumë pozitive, drejt një jete që e meritonin dhe jemi realist. Kemi shumë vendosje tek shenja e peshqive dhe kjo do më thënë stabilitet vërtet shumë i madh. Ndryshime të shpejta të cilat ju ndihmojnë më tepër që të futeni në brast pak a shumë për të krijuar jetën që juve ju duhet. Edhe pse mund të jetë pak e lodhshme në këto momente, këto mundësi janë vërtet shumë pozitive për të kryer një qenie, sidomos ato ekonomike. Deri ditën e premte do të dalin përpara mundësi të reja, si për të kryer një begati brenda banesës së re dhe kjo mund të vijë edhe ndryshime te karriera juaj. Janë ndikime në përgjithësi pozitive, por duke qenë se do të kemi një eklips i cili do të prek shumë shenja të ndryshueshme që edhe ju jeni një prej tyre. Kjo do të thotë që tematikat më të rëndësishme që janë karriera, familja, identiteti jonë do të jenë të ndikuar gjithë javës. Në vazhdim mund të kemi padisi të sfiduara, pra, pavarësisht se përfundimi është pozitiv, të gjitha sfidat në jetën tonë na lodhin. Në qoftë se gjatë kësaj jave merrni propozime, sidomos për të ndryshuar vendin ku jetoni, në lidhje në vartësi me punën tuaj, pra ju propozohet për shembull një vend pune që të jetë në një qytet tjetër ose në një shtet tjetër në disa raste, do të këshilloj që ta vëzhgoni të mirë, sepse kjo mund të jetë një mundësi vërtet shumë e mirë në të vërtetë për ju. Nëse është vendosjen apo jo, kjo është diçka që detyrimisht është në vartësi dhe të kushtave tuaja, por mund të jetë një mundësi për të krijuar një farë eksperience pune, të cilën të kundërt nuk do të ishte e mundur. Në qoftë se dëshironi që të trajnoheni, kjo është një periudhë vërtet shumë efikase dhe për këtë, detyrimisht gjatë retrogradës së Mërkurit, këto lloj ndryshime të mëdha nuk këshillohen, por që t'i vëzhgojmë është e këshillueshme. Madje gjatë kësaj jave kemi vërtet fat shumë të madh sepse mund të marrim propozime të cilat mund të ndryshojnë komplet jetën tonë, edhe me përqasjen që ne kemi ndaj jetës. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me çështje sentimentale. Propozimet ose njohjet që mund të kemi gjatë kësaj jave do të jenë vërtet shumë efikase. Është një javë në të cilën do të marrim një hovë shumë të madh. Edhe pse nuk mund të them që rezultatet do të shikojmë menjëherë sepse është javë propozimesh më tepër, kemi mundësinë që të riperceptojmë jetën në një aspekt tjetër që nuk e kishim menduar më përpara, sepse gjitha këto propozime do hapen disa dritare ose disa shtigje në mendjen tonë, të cilat edhe nuk e kishim imagjinuar, por edhe mund ta emocionojnë vërtet shumë. Shenja e vricjapit. Jeni një ndër shenjat më të favorizuara në këto momente, për mos të më favorizuara, kemi një zbukurim të dukshëm të ambientit ku jetoni, sepse Venusi do të kalojë tek shenja e dashit dhe do të jetë në takim me drejtuesin tuaj që është Saturni.
Ky zbut në mënyrë të dukshme problemet që mund të keni përjetuar, sidomos në lidhje me ambientin familjar ose me ambientin ku jetoni, njëjtë që është e vlefshme dhe me dyshimet që mund të keni në këto momente në lidhje me karrierën tuaj, avancimin që keni tek ajo. E ngrej shumë optimizmin tek ju, por një ndër paralajmërimet që doja të bëja është duke qenë se i njëjti Venus do të jetë në takim edhe me Neptunin. Kjo mund të thotë që mund të jeni pak më të hapur ndaj manipulimit nga familjarët tuaj në këto momente. Prandaj, që të merrni vendime të bazuar thjesht në atë çfarë ju thuhet prej tyre nuk është e shëndetshme. Kjo është vetëm veç që e keni. Do të thënë që është paralajmërim pak a shumë që është negative. Ndërkohë që duke qenë se ky eklips i hënës që do të jetë ditën e marrë brenda zon 3, do të shfarosi nga jeta juaj edhe të gjitha kushtëzimet të cilat ju kanë penguar për të avancuar dhe për të qenë persona të suksesshëm. Pas kësaj keni dhe aftësinë që të rriteni vërtet shumë. Pra të gjitha prangat që ju kanë vëtur mbrapa tashmë shpëtoni prej tyre dhe keni aftësinë që të rriteni në mënyrë konstante. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë për këtë arsye. Do të filloni që ta vini re që nga java në vazhdim, por edhe këtë javë fillojmë që të hedhim hapat e sigurt. Bini më tepër në sy tek vendi juaj i punës. Kemi një rritje shumë më të madhe në këto momente edhe tek marrëdhëniet ose më thënë rregullim të marrëdhënieve që kemi me kolegët tanë, nëse se jeni drejtues në institucion të caktuar gjatë gjithë kësaj jave keni një prioritet vërtet shumë të madh, ju dëgjohet shumë më tepër fjala dhe për këtë arsye keni edhe mundësi që të zhvilloni shumë më tepër pra të rriteni në këtë aspekt. Për shenjën e Birqavit, kjo është një nga javët më vendimtare, sepse komunikimi mund të përdoren në mënyrë shumë efikase. Në qoftë se ju duhet që të bëni udhëtime, sidomos brenda vendit, për të krijuar në një farë mënyrë kontakte të reja që ju ndihmojnë në rritjen tuaj në karrierë ose për të krijuar një farë stabiliteti ekonomik dhe begatie në shtëpi, në familje e të tjerë, por për të krijuar mirëqenie të përgjithshme, kjo është një javë vërtet shumë efikase në lidhje me këtë tematik. Do t'ju këshilloj patjetër që ta bëni. Kjo nuk do të thotë thjesht duhet patjetër të udhëtoni, do thotë që komunikimi është vërtet shumë efikas dhe mund të përdoren të gjitha mjetet pra të komunikimit për të arritur këtë lloj qëllimi. Në lidhje me shëndetin fizik në këto momente jemi të prekur të gjithë, por duke qenë se prekeni shumë nga infeksionet dhe ju jeni në të vërtetë një nga shenjat që mund të prekeni më tepër. Do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë aspekt, të jemi shumë më të kujdesshëm në lidhje me higjienën personale, sepse kjo është një nga temat që mund të na ndikojë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale ose më themi lidhjet afatgjata, këtu kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Gjatë gjithë javës është një nga ndikimet më efikase që kemi në këto momente krijimi i lidhjeve afatgjata dhe shndërimi i atyre aktuale, të cilat janë të pashëndetshme në lidhje shumë më të shëndetshme, të cilat na mbështesin për të qenë të suksesshëm, sepse ndihemi shumë më të kuptuar nga partnerët tanë në këto momente. Prandaj edhe të gjithë personat që hynë në jetën tonë ose që i kemi në jetën tonë shndërrohen në një mënyrë ose në tjetër në persona që na mbështesin, ku ne mund të mbështetim kurizin dhe të rritemi. Është një javë shumë efikase në lidhje me këtë aspekt. Do të këshilloj me ngum që ta përdorim, që të krijojmë diçka të re në këto momente vërtet që nuk këshilloj sepse Merkuri është në retrograd, por ta përdorim këtë situatë për të vëzhguar mirë, është një periudhë ideale e artë, më mirë të themi, do të këshilloj me ngum që ta bëni këtë. Shenja e ujorit, kjo javë është shumë e rëndësishme. Është vërtet shumë e rëndësishme. Ditët e fundit që janë problematike për ju, që është një energji vërtet shumë e vështirë për të manovruar, është dita e nesërme, pra data 1 mars dhe fillimi i ditës së hënë, që është data 2 mars. Këto janë dy ditë që mund të keni pak të vështirë për t'i manovruar. Arsyeja e kësaj është se Marsi është i vendosur tek shenja juaj dhe ka një kënd negativ pikërisht me drejtuesin tuaj që është Urani, të vendosur tek shenja e Demit. Për këtë arsye kemi probleme me rrënjët, kemi probleme edhe që ne të ndjehemi të sigurt. Kemi kriza të thella identiteti, probleme që vijnë nga shkuara, të cilat duhet të ballafaqohemi patjetër, por mund të mos gjeni fuqinë brenda vetes tuaj për të ballafaquar pikërisht me këto, sepse mund të dini që përfundimi i tyre mund të jetë shkëputje nga këto lloj marrëdhëniesh, pra, të cilat janë të pashëndetshme që ekzistojnë brenda familjes. Në përgjithësi,
Kjo do të thotë që duhet të përballen me një anë tuaj të cilën nuk jeni ende gati që të përballeni, por këshilla ime do të ishte vërtet që këtë ta bëni. Mënyra se si ta keni shumë më të thjeshtë për ta bërë është që të hiqni dorë pak a shumë nga egoja juaj, nga ajo që ju mban mbrapa, nga ajo e cila në të vërtetë nuk shërben për asnjë gjë. Që të heqim dorë nga identiteti jon është diçka tjetër, të heqim dorë nga egoja e pashëndetshme është diçka tjetër. Prandaj ta mendojmë në këtë mënyrë. Sa do më shërbej mua kjo si gjë, që po e mbroj në këto momente. Pra, pas një viti ose pas 2 viteve. Nëse bëni këtë pyetje vetes tuaj, do të gjeni përgjigje shumë thjesht brenda vetes dhe do të keni aftësinë që këto marrëdhënie t'i shëroni. Java në vazhdim për te kësaj për këtë arsye është pozitive, sepse sfidën e kaloni këtë fundjavë, pra datën 1 dhe 2 mars. Ndërkohë që duke filluar që nga dita e hënë e tutje, tashmë kemi një fokusim shumë më të madh tek materia. Materializimin e çështës që keni punuar, që keni investuar, filloni që ta shikoni. Pavarësisht se Marsi e prish shumë energjinë e shenjës së peshqve, si edhe vlerat materiale për ju mund të jenë disi të disbalancuar ose të ndjenjë të tilla, kjo në të vërtetë do t'ju shtyjë që t'jeni shumë më të kontrolluar në të gjitha argjimet që bëni dhe për këtë arsye kemi edhe një mundësi vërtet shumë të madhe që të gjitha shpenzimet e pakontrolluar që bën deri në këtë moment, tashmë që jenë më të kontrolluar, madje fillon që të akumuloni edhe më tepër. Që të krijojmë diçka të re në këtë moment është normal që nuk këshillohet, por mund të vërtetojmë vërtet shumë mirë situatën, sepse kemi edhe aftësinë që të perceptojmë se ku qëndrojnë vlera jonë dhe cilat janë gjëra më të për vlerë për ne. Dhe pas retrogradës së Mërkurit do të jetë në datën 22 mars, të fillojmë që të investojmë. Në këto momente kemi kthimin e investimeve që kemi bërë në të shkuarën. Madje kemi edhe marrjen, rikthimin e disa borxheve që mund t'i kemi dhënë, por i kemi haruar. Kjo eklipsi hënës që do të jetë ditën e martë, do thotë pikërisht këtë. Të gjitha ato borxhet që kemi dhënë dikujt ose le të themi nëse kemi punuar dhe nuk kemi marrë rrogën, pra nuk kemi marrë atë çfarë meritonim nga një vend i caktuar, gjatë kësaj jave do të vijmë pak a shumë surprizë, sepse në këto momente për shenjë ujore jemi futur në periudhën e shpërblimit. Kjo është edhe një nga arsyet që sa mund të jetë një javë e lodhshme për ju, sepse siç e thash do të kemi kënd negativ të Marsit me Uranin, aq edhe mund të bëhet një javë shumë pozitive. Pak më tepër që do të kemi edhe kalimin edhe të Venusit tek shenja e Dashit. Kjo për ju ndryshe nga të gjitha shenjat e tjera pak a shumë është një ndikim pozitiv sepse zbukuron në mënyrë të dukshme mënyrën se si ju komunikoni, perceptimin që keni për jetën. Dhe mbi të gjitha, i njëjti Venus gjatë gjithë javës do të ketë një kënd pozitiv me Uranin që është drejtuesi juaj, prandaj dhe sido që të jetë puna, gjeni shtigje për të zgjidhur problemet dhe sidomos probleme familjare që i përmendëm. Nëse thjesht pranoni, nëse shikoni realitetin ashtu siç është, dhe shikoni në të vërtetë çfarë ka rëndësi, normalisht do t'ju ndihmoj që të krijoni një ambient shumë më tepër harmoni dhe fal kësaj edhe ju të ndjeni mirë, por edhe familjarët tuaj të ndjeni mirë, dhe keni dhe aftësi vërtet shumë të madhe që të gjitha investimet që keni bërë të shkuar që i kujtoni apo nuk i kujtoni, tashmë të fillojnë të rikthehen gradualisht në jetën tuaj. Filloni që të bëni më të ndërgjegjshëm për të gjitha harximet që bëni dhe për çdo gjë që investoni kohën tuaj, prandaj dhe pas kësaj jeta juaj bëhet vërtet shumë më e thjeshtë. Shenja e peshqve do të kemi një eklips hënë tek shenja e Virgjeshës që është përballë me ju dhe për këtë arsye është jeni një nga shenjat më të ndikuara të javës në vazhdim. Në përgjithësi kemi një çlirim tek ju prej këtij eklipsi të hënës, por kemi edhe një ndikim problematik. Ndikim problematik është futja e Marsit tek shenja juaj, do të jetë pikërisht ditën e hënë, është në orën 15:16. Dhe deri në atë orë do të jetë edhe në kënd negativ me Uranin, por më tepër që do të jetë edhe te grada e fundit e shenjës së Ujorit, kur kemi një vendosje tek gradat e fundit, gjithmonë sjell probleme. Prandaj dhe ditën e diel dhe të hënë, pra datën 1 dhe 2 mars mund të jenë disi më të vështira për të menaxhuar. Pas kësaj kemi një farë çlirimi për përsëris, por vjen me kusht. Kushti është që të mos veprojmë në mënyrë impulsive. Nëse nuk veprojmë në mënyrë impulsive, të jemi realist, gjatë gjithë javës në vazhdim kemi një rritje, kemi një optimizëm më të lartë, kemi një mbështetje nga sistemi, kemi mundësi për të marrë mbështetje edhe nga shoqëria jonë, po ashtu edhe nga familja, një të gjithë e vlefshme dhe nga partnerët tanë.
Madje mund të them që jeni e vetmja shenjë që edhe lidhjet aktuale kanë një farë shërimi, edhe lidhjet të cilat mund të krijohen në këto momente janë shumë pozitive. Kemi rikthimin e situatave më tepër në jetën tuaj dhe për këtë arsye të gjitha këto situata na japin një farë mundësi që të mbyllim brengat e të shkuarës. Për më tepër që edhe Jupiteri në këto momente po jep pak a shumë ato sinjalet e fundit të gjërave të cilat nuk kanë funksionuar, cila ka qenë shkaku i tyre që nuk kanë funksionuar dhe si rridoj të keni një farë shërimi edhe në lidhje me zemrën tuaj, sepse kuptoni shumë mirë se ku ju keni çaluar vetë, ku keni dëmtuar marrëdhëniet tuaja dhe si rrjedhët mund të krijoni edhe një identitet të ri, i cili është shumë më i përshtatshëm dhe më i shëndetshëm për të mirëmbajtur këto lloj marrëdhëniesh. Pak më tepër që gjatë gjithë javës në vazhdim, kemi një fokusim vërtet shumë të madh në lidhje me të ardhurat materiale. Duke qenë se futen në një fazë ku siguria materiale ka shumë rëndësi. Nuk po them që deri në këtë moment nuk ka pasur rëndësi, por në këto momente e tuti do të ketë edhe më tepër rëndësi. Por një ndër këshillat e mia do të ishte që investimet gjithsesi t'i bëjmë me kujdes, të mos marrim vendime të cilat në këto momente mund të duken shumë joshëse, sepse jo çfarë duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, me shumë mundësi nuk është e vërtet. Jemi pak më të hapur ndaj manipulime, pra gjithmonë në lidhje me të ardhurat materiale. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, në përgjithësi është komplet e kundërta, duke qenë se kemi një riperceptim komplet të vetes tonë. Ajo çfarë na thuhet, në përgjithësi na tregon një anë tonën e cila ka nevojë që të shërohet. Normal që të krijojmë lidhje në këto momente nuk këshillohet, sepse çdo lloj lidhje që krijohet gjatë retrogradës së një planeti personal, siç është Mërkuri, që është në retrograd në shenjën tuaj mbi të gjitha, nuk këshillohet sepse janë lidhje karmike dhe do të thotë që kanë ardhur në jetën tonë për na dhënë një mësim të caktuar, por që t'i vërejtojmë mirë se çfarë po na thon këta persona, cila është plaga që po prek, pra është shumë e rëndësishme sepse fal kësaj dhe do të mund të shërojmë këto. Për shenjën e peshqve në këto momente kemi një rritje vërtet kolosale në të ardhurat materiale. Prandaj dhe fokusimi im, këshilla ime fokusimi, prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të fokusohemi pikërisht këtu. Dhe kemi një fokusim shumë më të madh tek lidhjet aktuale. Pra, ato që janë afatgjata, brenda martesave. Ato që janë afatgjata. Pra brenda martesave mund të kemi ndryshim, një riperceptim të tyre dhe si rrjedhoj të fillojmë që të krijojmë lidhje të cilat janë shumë më të shëndetshme për ne. Dhe të marrim edhe një mbështetje shumë më të madhe edhe nga partnerët tanë për të rritur dhe për të bërë një mirëqenie, pra në jetën tonë dhe në vartësi të saj të jemi edhe më të suksesshëm. Në këto momente që të bashkëpunojmë me njerëzit ka shumë rëndësi dhe të bashkëpunojmë me partnerët tanë ka shumë rëndësi, prandaj edhe të dëgjojmë ata se çfarë po na thon ka shumë më tepër rëndësi. Do t'ju këshilloja që në qoftë se keni nevojë që të merrni këshilla nga dikush, të drejtoheni pikërisht tek partnerët tuaj sepse ata mund t'ju thonë në këto momente disa gjëra të cilat mund të hapen disa horizonte të reja, shtiqje të reja në mendjen tuaj dhe si ridoj jeni edhe më ta keni më të thjeshtë për që të arrini suksesin. Në lidhje me shëndetin, ky eklips i hënës do të ketë një ndikim edhe tek pjesa e këmbëve, do kemi shtimin e infeksioneve dhe si rrjedhoj për ju, duke qenë se jeni më të ndikuar edhe tek sistemi imunitar, jeni më të ndikuar tek pjesa e këmbëve, do të këshilloj që të jeni shumë më të kujdesshëm se të gjitha shenjat e tjera. Duke qenë se janë infeksione bakteriale, normal që të jemi më higjenik është e këshillueshme dhe kjo për këtë arsye është dhe më e thjeshtë për të anashkaluar për problemet këtë herë. Dhe këto janë ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim, si ato të përgjithshme dhe tek shenjat. Shumë faleminderit që më ndoqët dhe shihemi përsëri herës tjetër. Përshë.